Ivan Vuković, nënkryetari i Partisë Demokratike të Socialistëve në Maltezi dhe deputeti i parlamentit të asaj partie në këtë vend, është arrestuar në minutat e fundit në Beograd. Ai u ndalua nga Agjencia e Sigurisë dhe Inteligjencës, pra BIA e Serbisë. Këtë informacione kanë konfirmuar mediat malazeze, si Vijesti. DPS tha se një person i afërt me Vukovićin, i cili ishte me të privatisht në Beograd, sa se antarët e BIA-s e arrestuan deputetin malazez teksa po dilte nga hoteli Hilton në kryeqytetin serb. Një burim i Vijesti, i cili ishte i pranishëm në paraburgimin e Vukovićit, tha se para shënsorit i kanë pritur 2 persona në uniform dhe 2 me rroba civile, të cilët janë prezantuar si antar të BIA-s dhe e kanë ndaluar atë. Vuković u tha atyre se ishte në Beograd për të shoqëruar një antar të familjes që ishte atje për arsye shëndetësore. Ai më pas u shpjegoi se do të ktheheshin në Maltezi, por gjithsesi e kanë ndaluar dhe e kanë burgosur. DPS tha se nuk i din detajet e vendodhjes aktuale të deputetit Vuković dhe se aktualisht po tentojnë të punësojnë një avokat për të marrë me çështjen e tij. Vuković mbrëmjen e djeshme ka shpërndar në faqen e tij në rrjetin social Facebook një video nga protesta anti-Vučić që po mbahet në Beograd. Për arrestimin e tij sot në mëngjes në televizionin serb Pink u bë thirrje nga kreu i Partisë Radikale Serbe dhe i dënuari i gjykatës së Hagës, Vojislav Šešelj.